Një natë e qetë. Ijet shkëlqejnë, hëna ndriçon butësisht. Në këtë qetësi, një qiri digjet. Ai djeg ngadalë, pa bërë zë. Flaka e tij është e vogël, por e qëndrueshme. Drita e tij është e butë, por depërton errësirën. Ky qiri na flet për bukurinë e thjeshtësisë, na flet për fuqinë e qetësisë, na flet për rëndësinë e dritës. Naim Frashëri, në poezinë e tij Fjalët e Qiririt, e përdor qiririn si simbol. Qiriu përfaqëson rilindësit tanë. Ata ishin njerëz të guximshëm dhe të ditur. Ata luftuan për liri dhe dije. Ashtu si qiriu që digjet, edhe ata sakrifikuan veten. Ata punuan pa u lodhur. Ata dhanë gjithçka për të ndriçuar Shqipërinë, dhe ja arritën qëllimit. Një varg i poezisë thot digjesh e nuk të dëgjohet zë, as ankim, as fjalë. Ky varg është shumë i fuqishëm. Ai na tregon se qiriu digjet në heshtje. Ai nuk ankohet, ai nuk kërkon lavdi, ai thjesht digjet. Dhe duke u djegur, ai sjell dritë. Ai na mëson se sakrifica e vërtet është e heshtur, është e sinqert, dhe është shumë e çmuar. Poezia e Naimit na bën një pyetje të rëndësishme. A jemi gati të digjemi si qiriu? A jemi gati të sakrifikojmë për të mirën e përbashkët? A jemi gati të japim dritën e errësirë? Kjo është një pyetje që duhet ta bëjmë secili prej nesh, sepse të gjithë kemi një dritë brenda, dhe është koha ta ndajmë atë dritë me të